materiali. Aldo, le ta nisim me një herë nga këto që kemi këtu në studio, më thuaj pak cila është historia që qëndron pas secilës prej tyre. Le t'i prezantojmë. Drejtë në temë. Atëherë. Edhe cila prej tyre t'ka emocionuar më shumë atëherë? Ta nisim nga ajo, këto zgjidhje. Unë do të zgjidhja kupën e Rejve Albanias. Që është, cila është prej tyre? Është kjo këtu. Ajo aty, aha. Po? Faktikisht ka qenë një garë një javore, por kampionatin në cilin mora pjesë ishte dita e parë dhe dita e fundit e kampionatit, një javorshit. Dhe ishte aq shumë e vështirë sa që nuk e besosha shumë mund dilja i pari, edhe besoj se ajo për mendimin tim është më... Pse ishte vështirë? Ishte shumë konkurrencë? Shumë konkurrencë edhe shumë e gjatë. Mjetet motorike janë tuaj ato, se cili ka të vetin, apo jo, që e keni... është pasioni bën gjithçka në këtë lloj sporti, apo jo? Dhe jo një motor. Po për çdo lloj gare, nga një motor. Nga një motor. Zgjodha atë sepse u nisëm nga Velipoja dhe gara mbaroi diku në Librazh. Rrugës na la dhe benzina dhe më beso ka qenë një sfidë e vërtetë. Domethënë, edhe pse të la dhe benzina ti arrite dole i pari. Po. Domethënë është e parashikuar në gjithë të itinerar kaq të gjatë që do të lër benzina rrugë. Jo, absolutisht, po ka ecur shumë shpejt, kështu që prandaj ka... Imagjino se kishte lënë benzina do kishte thyer rekord ti atëri. Kështu bie. Po. Ka raste që ne mund të ngatrojmë dhe rrugën, mund të bëjmë dhe kilometra dhe sa të kthehemi mbrapsht te pika ku ishim, humbjesh. E qartë. Sepse ka dhe të huaj që marrin pjesë në këto gara dhe unë mendoj që ata më së shumti humbasin rrugën, po edhe ju e humbni, ë? Po, patjetër. Po Juli, se ti di shumë me këto histori. Atëherë, dhe pse kemi vite që bëjmë gara në Shqipëri, Shqipëria atje pa të mundësinë që ti të bësh kombinime rrugësh të ndryshme dhe duket rruga gjithmonë ndryshe. Kështu që bëhet e re dhe për garusit shqiptar. Sigurisht garusit e huaj e kanë akoma më të vështirë për sa i përket nuk e njohin si terren, megjithatë me anë të navigacionit e bën pak më të thjeshtë themi kush e kupton navigacionin, nëse jo të gjithë e din. Dhe ata që marrin pjesë për herë të parë në gara të tilla e kanë shumë të vështirë, mund të jenë shumë të shpejtë, por mund të ngatrojnë rrugën edhe nuk dalin dot parët. Kështu që me shqiptarët paktën kanë pas përparësi si në motor edhe në makinë, sepse në një farë mënyrë e njohin si terren. Megjithatë, thash që ka surprizat e veta. Po Aldo ka marrë pjesë në disa kampionate. Dhe ne gjatë gjithë vitit si federat bëjmë Supermoto, Motorelli, bëjmë e-mountain bike, gjithashtu bëjmë edhe kemi bërë enduro, kampionatin e enduros dhe garat që janë gara e Rally Albania, që është edhe turistike dhe sportive dhe prandaj e bën të veçantë. Dhe këtë vit për 2025-ën Aldo është fituesi ose sportisti i vitit, pasi ka qenë ai që ka fituar 2 nga kampionatet që janë më të rëndësishme. Bukur. Pra, sa kampionate zhvillohen gjithsej gjatë vitit? 3 kampionate, 2 prej të cilave pas ka fituar Aldo, kështu që bravo Aldo. Heroi i vitit. Po. Një tjetër është me bicikletë, besoj se mund marrim pjesë dhe këtë vit, po. Është me bicikleta elektrike, sepse bicikletat elektrike kanë 3 vjet që janë futur pjesë e Federatës Ndërkombëtare të Motociklizmit. Dhe në fakt dhe ajo punon me, domethënë dhe kjo garë bëhet me navigacion dhe gjithmonë off-road. Interesante se janë shtuar, ka nisur vetëm me Rally Albania që ndoshta ishte e para fare, ndërkohë tashmë janë shtuar sepse janë dhe disiplina, ato ka dhe në borë, me motor borë, me motor ujë. E zhvilloni dhe ato me motor borë? Jo, me motor borë apo ne kemi në plan. Ndërkohë kemi dhe në rër për shembull, që është një lloj tjetër kategorie gare që bëhet, po. Kategoria enduro që bëhet në rër. Aty ke marrë pjesë, Aldo? Po, kam marrë. E çfarë ndryshimi ka lloj atmosfere nga rrugët e zakonshme? Motorelli se ecësh në rër ashtu. Garë që bëhet në terrene gjata dhe për shembull nga qyteti në qytet, fshati fshat. Kurse gara enduro është garë që bëhet në një pistë mbyllur, që thotë që mund ta shikojnë dhe shikuesit. Pra mund të ketë publik. Dhe ne kemi bërë në qytetet keni një ndryshme. pistë dhe rrotulloni rreth asaj piste. Po, e njëjta gjë është dhe për kampionatin e Supermotos, e cila nuk bëhet në pista off-roadi, por bëhet në pista asfalti. Patjetër. Aldo, si ka nisur ky pasioni yt? Si e kujton fillimet e tua? Si u bëre pjesë ti më pas këtyre garave?
Me të thënë drejtën ka shumë vite që unë jam pjesë e këtyre garave, por suksesi nuk vjen brenda vitit apo brenda 5 viteve, kështu që unë nuk u mërzita dhe vazhdu me ecën përpara. Patjetër, po kjo s'do të thotë që s'ka një fillim ka pasur, pra si e niset i të gjithën këtë? Besoj se ka lindur që i vogël. Pra hera e parë... Edhe ka një të veçantë Aldo se ka dhenusen që merret me gara dhe është organizatore e garës Supermotos. Sa bukur. Pra në fillim fare, si lindja ideja që unë do shkoj të bëj gara? Ose kur i pe për herë të parë, mban mend, i ke këto kujtime, i ruan ende? Hera parë që unë kam marrë pjesë në një garë ka qenë tek Gjiri i Lagjës në një pistë enduro në Rërë. Edhe kemi bërë garë në një temperaturë 40 gradë. 20 gradë Celsius. Ka që u dehiatrova më shumë sa që ishte në aty. Ose edhe me helmete. Edhe me dhe më pëlqeu. Unë kam qenë diku 14 vjeç a 15 vjeç, nuk kujtohet fiks. Pastaj si thash, pastaj do jetë të vazhdoje? Pastaj vazhduam. Nëse është për pasioni përveç garave, unë jam dhe mekanik motorësh dhe makinash. A ky është profesioni yt i parë? Dhe besoj se çdo gjë është e ndërlidhur. Domethënë rregullosh një motor dhe ta shohësh çfarë mund të bëjë ky motori maksimumin e vet. Dhe mendoj se kështu ka qenë. Kështu që ti i rregullon vetë motorin nëse të ndodh një defekt? Po. A ke mundur do të bësh një motor nga e para vetë, ta ndërtosh me pjesë këmbimi dhe ta... Unë motor nga e para vetë. Nga e para, po e monton vetë, të gjithi. Bravo, shumë mirë. Sepse edhe çdo garë motori do mirëmbajtje, duke filluar nga goma, filtra, ka raste pastaj nëse garat kanë qenë për shembull shumë gjata, kilometra të gjata, 800-1000 kilometra, orët e punës, se motorat tonë nuk punë me kilometra, po punë me orë pune, bëhen orët e punës dhe ti du të bësh motorin komplet nga fillimi. Dhe është shumë e kushtueshme. Bukur. Kemi shumë pilotë të tillë të talentuar ne? Po, sigurisht që ka pilotë dhe kemi edhe goxha midis njëri tjetrit, garë midis njëri tjetrit edhe patjetër me edhe mes shteteve, edhe pse është një sport i ri për Shqipërinë, se është zhvilluar nga mbas komunizmit. Po pamje të bukura këto kur i sheh kështu. Kanë filluar shumë të rinj që kanë pasion, ajo që për ne është problem tani, janë pistat, edhe mezi presim ato pistën Elbasanit. Po pra, ku në ç'fazë është aty apo? Atë po pyesi për ditë, mezi po e presim ato pistën, se të kemi mundësi të paktën që të zhvillohen dhe të rinjt, edhe të kenë një mos ta bëjmë si ne që e kemi mësuar në rrugë, e kemi mësuar në rër, e kemi mësuar në rrugë pa rrugë. Mirë do ishte që edhe të rinjt sot që kanë dhe duhet të kenë kushtën në fakt për infrastrukturë. Po përpiqemi të japim më të mirë nga vetja jonë që brezi që do vi pas të ketë paktën diçka të ndërtuar, ta ketë disi gati. Që ne të kemi mundësi të marrim pjesë në kompeticione europiane dhe botërore. Patjetër. Por ndërkohë keni shtruar një shteg shumë të gjerë edhe të sigurt duhet thënë, sepse ka kaq shumë vite pra që punoni me kaq shumë pasion, me kaq shumë përkushtim, keni dhënë shumë nga vetja ju Lidi, e keni nisur shumë, ka qenë shumë e vërtetë duke si një iniciativë të çmendur në fillim fare. Kush do vinte, kush do ndonjëherë mendojnë njerëzit që kjo është një gjë private, në fakt kjo është një gjë shtetërore, është e të gjithëve. Publike, edhe është bërë shumë e vështirë e gjithë. Domethënë, si nisi vërtet është pasioni, po kjo kërkon shumë shpenzime, si thot Aldo, edhe ti bësh njerëzit bashkë, pastaj duhet jenë të kënaqur që aty ku vinë mos të ketë probleme, mos të ketë aksidente, ka rregulla patjetër që duhen respektuar çdo vit, i kemi rregulluar edhe ne sipas Federatës Ndërkombëtare të Motociklizmit, jemi pjesë e Federatës Ndërkombëtare të Motociklizmit edhe jemi jo vetëm jemi pjesë, por kemi marrë dhe lavdërimet themi se nga mënyra si një shtet kaq i vogël ka mundësi të bëjë kaq shumë gara dhe të jetë kompetitive në jo vetëm në Ballkan, por edhe në Europë, sepse nëpër garat tona vinë në 27 shtete të botës dhe nuk është pak dhe çdo vit nuk mbarojnë. Absolutisht.